Në Qendrën për Kulturë në Tetov, në organizim të familjes Ramadani dhe shoqatës së shkrimtarëve ONEUM, promovojnë librat Një melodi e kaputur e autorit Selim Ramadani, Arti dhe pavdeksia Selim Ramadani me autor Hava Muçollari dhe Ilmi Dervishi dhe Në bashkoj poezia 25 me autor Merita Shefqet Abazi dhe Ilmi Dervishi. Këto promovime u bën në kuadër të ceremonisë përkujtimore Arti i përjetësisë Selim Ramadani post mortum. Shkrimtar, poet, por edhe ata që e kanë njohur për së afërmi, vazhdojnë të insistojnë që teatri i Tetovës ta mbajë emrin e tij. Selimi merre edhe me krijimtari letrare, nuk ishte pa talent as në këtë fushë, por për mua ai është në radhë parë aktor, ai është artist, ai është një krijues që la gjurmë në kulturën shqiptare. Prandaj unë konsideroj se institucioni teatri i Tetovës, që është teatr profesionist, duhet ta mbajë emrin e tij. E kam bërë këtë propozim para 2 vitesh, gati 2 vjet bëhen në gusht, dhe vazhdoj ta mbështesë edhe tani. Është bërë edhe një peticion publik për këtë dhe mendoj se institucionet, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror, duhet ta marrin seriozisht këtë çështje dhe teatri i Tetovës do të kishte për nder ta mbante emrin e Selim Ramadanit. Krijimtaria e tij ka qenë ushqimi i tij shpirtëror, duke kërkuar hapësirë botimi në revistat dhe gazetat e asaj kohe, ku ka qenë produktiv për aq sa ka shkruar, duke u marrë me disa zhanre njëkohësisht. Ta zbardhim ftyrën, personalitetin, figurën e Selim Ramadanit, poeti i cili është migjeni i shqiptarëve këtu në qytetin Rrethsharit, ka vdekur i ri 30 vjeçar në spitalin e Shkupit dhe është i pari aktor shqiptar në Maqedoni, i diplomuar, i shkolluar, që ka kryer Akademinë e Artit. Të tjerët pas tij shqiptar Maqedoni vinë mas 30 vjetëve. Sigurisht është shumë e rëndësishme ky shënim, kjo ceremoni përkujtimore post mortum, që figurat e Tetovës e rajonit, të cilët kanë lënë gjurmë në kulturën dhe artin shqiptar, të kujtohen dhe të përkujtohen në forma dhe më organizime të ndryshme, që emri i tyre dhe vepra e tyre të mbetet e paharuar ndër brezni dhe porosia të përcillet edhe te gjeneratat e reja se vlerat e artit janë të pavdekshme. Ceremonia përkujtimore organizuar nga familja Ramadani në nderim të veprimtarisë së tij dhe boshllëkut që ka lënë pas. Ai u nda nga jeta i ri, gati në moshë sa migjeni, pa arritur të nxjerrë të gjitha këngët e pakëndueme. Kjo ceremoni mblodhi në Tetov krijues nga të gjitha hapësirat shqiptare.